29 vjet më vonë, familjarët e viktimave të tragjedisë së Otrantos në këtë 28 mars janë drejtuar për omazhe dhe varrezave ku prehen 81 viktima të kësaj ngjarje të rëndë. Sot, pas kaq shumë vitesh, ata rrëfejnë se si e morën vesh lajmin për tragjedinë, ndërsa bëjnë apel për më shumë vëmendje, duke theksuar se sipas tyre drejtësia nuk është vendosur asnjëherë. Teksa kanë humbur të afërmit e tyre, vëllezër, motra apo fëmijë, familjarët vijojnë të kërkojnë drejtësi, ndërsa një tjetër apel u drejtohet pushtetarëve për të ndërhyrë në një investim të varrezave, pasi një pjesë e tyre tashmë janë dëmtuar. Vllajën, nusën dhe vajzën time. Është një histori e dhimbshme, megjithatë e mëdhishme është të mos e kujtosh. Faleminderit. Si e morët vesh lajmin? Lajmi nga televizioni, ngjarja situata u krijua e tmerrshme në 97-ën, ju keni qenë të vegjël ndoshta. Televizioni dha një lajm që u godit, u godit nga Sibila italiane, me urdhër natyrisht, nuk ishte aksident, dhe përfundoi aty ku përfundoi, 81 të mbytur, 34 shpëtuan se ishin 115 në anije dhe dhimbja është e madhe, tani në ngelet vetëm t'i kujtojmë dhe mos i harrojmë. Ajo që dua të theksoj është edhe vendi këtu ku prehen 81 viktima, do të ishte mirë të riinvestoj, të kujtoj. Natyrisht, megjithatë duhet të jemi të ndërgjegjshëm. Këtu vendi u zgjodhi mirë. Unë isha dhe sekretarja së shoqatet të Otrantos, por ka nevojë që bashkia dhe dikush të investoj. Të afërmit e mi quhen Bardok Lame, Tushe Lame është kunata dhe Bartuela është vajza ime, 6 vjeçë. 9 vjet më vonë, ju kë keni humbur tragjedin? Motrën, besën edhe burrin e motrës. Kanë kaluar shumë vjet, është shumë e dhimbshme megjithatë për ta rikujtuar. Si morët vesh lajmin me tragjedisë të asaj ngjarje, si u njoftuat? Nëpërmjet televizorit edhe radios. Unë isha fshat nga radio e kam dëgjuar. E morët që veshja të ditë më vonë, çfarë apo çfarë? Premte. E zezë. U larguan për në emigrim, për emigrim, për një jetë më të mirë. Kanë banuar në Elbasan, kishin një vit që kishin ardhur në Vlorë. Humbën lekët në firmat, humbën shtëpitë, gjithçka. Në fakt keq u më jetën. Ajo që duhet të pyes është që sot këtu është një vend që është i dedikuar totalisht viktimave të Otrantos. Megjithatë do të ishte më mirë që të kishte një reinvestim të rimbaheshin për t'i rikujtuar dhe ata. Pa diskutim. Nuk ka dorë shteti fare. Fare. Që ditën që kanë humbur jetën deri më sot s'kemi para asgjë. Kur thoni s'kemi para asgjë, keni tjetër çfarë? Po çdo gjë dhe drejt e tyre. 29 vjet më vonë, kjo tragjedi mbetet në memorinë e familjarëve dhe qytetarëve të Vlorës, të cilët edhe sot kërkojnë drejtësi për atë që ndodhi më 28 mars të vitit 1997.